Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat ka zhvilluar një seancë dëgjimore me grupet e interesit për paketën fiskale. Në seancë foli një përfaqësues nga shoqata e blegtorëve prodhues të qumshit, një shoqatë e krijuar në janar të 2023-shit. Ai shprehu disa nga shqetësimet e shoqatës së tij, kundër të tjera përmendi shitjen e qumshit pa fatura. Ai shtoi më tej se duhet bërë një kontroll, ashtu siç u bë me bulmetin. Ne kemi disa shqetësime, filloj me pikën e parë që është shitja e qumshit në Shqipëri ndodh, le të themi 50-60%, po të duam edhe 70% pa faturë. Kur themi pa faturë, sepse ne si shoqat autofaturën nuk e konsiderojmë faturë, sepse autofatura është një abuzim ndaj blegtorit, ndaj fermerit, që përpunuesi e pret kur i duhet, sa i duhet, me çmimin që i duhet, për të rregulluar bilancin e tij mujor apo vjetor, apo për të qenë në rregull me veten e vet. Pra, nuk është se ai në rastin konkret mendon për blegtorin apo për fermerin, se kjo s'është një problem vetëm për blegtorin, po në rastin tonë dhe për të gjithë fermerët e tjerë, sepse ne i shikojmë se blejmë misër, blejmë mel, blejmë jonç, blejmë silazh, domethënë është një marrëdhënie që nuk e kuptojmë se nuk rregullohet, domethënë, dhe të ketë një kontroll. Siç filloi ai kontrolli i bulmetit disa mbas mbledhjes së Rikut, mbledhjes së madhe që u bëm në të cilën ne ishim prezent, por që pastaj kush e di pse stopoi. Sepse është e vërtet që subjektet, baxhot e vogla dhe çfarë ka rreth e rrotull Shqipërisë sot që flasin punojnë deri në kufirin 10 milion lekë për mos kaluar në pagesë të VSH-je apo pagesë tatim fitimi, dhe çfarë ndodh, nuk është problemi se po mbrojnë përpunues të qumshit, po këta janë arsye pse blegtorit shqiptar i merret qumshi sot me 45 ose me 50 lekë pas një lloj takse. Njëkohësisht ne kemi një problem shqetësues për çmimin e qumshit në vend, i cili është i sulmuar dhe i komprometuar nga importet që bëhen në vendin tonë. Po ashtu përmendi si një tjetër shqetësim edhe mospagimin e subvencioneve këtë vit për fermerët. Dhe nëse shteti mendon që duhet të ketë një subvencion 10%, letja japi direkt kundrejt faturës që fermeri lëshon. Për ne do të ishte zgjidhja finale e plagës së madhe që ka blegtoria dhe bujqësia në vendin tonë. Që me një ndihmë të vogël 2 vjeçare nga ana e subvencionit prej shtetit, mendojmë që duke rregulluar këtë gjë, sektori do të kalonte edhe mund të themi dhe ndoshta që mund mos kishte edhe nevojë për subvencione. Sepse do të ketë një çmim të mirë, do të ketë një çmim ku njihet të VSH-ja, të cilit fermeri nuk ja jep më 25 lekë kilen, po ja jep 30 lekë kilen e misrit, të dritit që punon, e kështu me radhë. Komisioni vijoi më tej seanca dëgjimore me përfaqësues të tjerë të grupet e interesit, ku fokusi ishte paketa fiskale.